Përzjeni 3 hurma arabie me qumësht dhe i thoni lam të mirë çdo problemi. Hurmat arabisë përmbajnë disa lloje të sheqernave të cilat nuk kanë nevojë të treten pasi përthithen menjëherë nga gjaku dhe transferohen tek muskujt e trurit duke ndihmuar kështu në uljen e niveleve të kolesterolit në gjak. Të kombinuar me qumshtin, ato japin trupit energji duke ndihmuar në funksionet më të mira të gjitha organeve të trupit. Sipas studimeve, një gotë qumësht me hurma arabie çdo ditë i dhuron trupit të gjitha vlerat ushqyese si hekur, fosfor, kalium, zink, magnez, vitaminën A, D dhe C, të cilat mbrojnë organizmin edhe nga ushqimet e dëmshme ose edhe të pashëndetshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo recetë ndihmon në mbajtjen e enëve të gjakut të shëndetshme, sistemin nervor, veshkat, ndihmon me konstipacionin, mbron kockat duke parandaluar kështu dobësimin e tyre, forcon sistemin imunitar dhe ndihmon mëlçinën të pastrohet nga toksinat dhe të jetë më e shëndetshme. Është ndër recetat më të lashta popullore përdorur për vite me radhë për të mbrojtur nga probleme të ndryshme dhe për ta mbajtur organizmin e fortë dhe mendjen e mprehtë. Hurmat arabisë kanë vlera të larta ushqyese të kombinuara në një recetë me qumësht, fuqia e tyre mbrojtëse për shëndetin bëhet e jashtëzakonshme. Në këtë video, sipas Bright Side, do të mësoni një recetë të thjeshtë të përgatitur në mënyrë fantastike dhe mirëbërëse për të gjithë trupin dhe ta përsërisni dhe ta gatuani sërish në shtëpinë tuaj. Këtë recetë mund ta përgatisni dhe ta konsumoni çdo ditë për të përfituar në maksimum vlerat ushqyese dhe një organizëm të shëndetshëm gjithashtu. Përfitimet ushqyese të recetës me hurma arabie dhe qumësht janë këto. Hurmat arabisë përmbajnë disa lloje të sheqernave të cilat nuk kanë nevojë të treten pasi përthithen menjëherë nga gjaku dhe çohen tek muskujt trurit duke ndihmuar edhe në uljen e niveleve të kolesterolit të lartë. Të kombinuar me qumshtin, ato japin trupit energji duke ndihmuar në mirëfunksionin e të gjitha organeve të trupit. Sipas studimeve të cilave u referohemi, një gotë me qumësht me hurma arabie çdo ditë i dhuron trupit vlera ushqyese si hekur, fosfor, kalium, zink, magnez, vitaminën A, D dhe C, të cilët mbrojnë organizmin nga ushqimet të dëmshme ose të pashëndetshme. Kjo recetë ndihmon gjithashtu edhe mbajtjen e enëve të gjakut të shëndetshme, sistemin nervor e veshkat duke ndihmuar me konstipacionin, mbron kockat dhe parandalon dobësimin e tyre, forcon sistemin imunitar dhe ndihmon mëlçinë të pastrohet nga toksinat. Sipas të dhënave të Bright Side, qumshti me hurma arabie ndihmon organizmin edhe kundër rënies së niveleve të hekurit. Kjo recetë përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ndihmon në zhbllokimin e arterieve duke mbrojtur zemrën. Hurmat arabisë bashkë me qumshtin shndrohen në një agent të fuqishëm kundër virozave, bakterjeve dhe infeksioneve, ndërsa ndikojnë në forcimin e muskujve dhe kyçeve tuaja gjithashtu. Forcon shikimin dhe dëgjimin. Sipas të dhënave të cilave u referohemi, konsumi i qumshtit me hurma arabie përmirëson nivelin e shikimit duke forcuar në tërësi shëndetin e syve. Gjithashtu, kjo recetë ndihmon në shëndetin e veshëve, forcon dëgjimin si dhe sistemin nervor në tërësi, redukton stresin dhe irritimin dhe i dhuron qetësi shpirtërore dhe mendore. Falë vlerave të larta ushqyese, qumshti me hurma arabie ndihmon edhe në forcimin e dhëmbëve tuaj gjithashtu. Pastrojeni hurmën me ujë dhe më pas largoni bërthamën dhe pjesën e tulit e prisni në 2 pjesë. Kalojeni në mikser dhe më pas shtoheni në një gotë me qumësht. Kalojeni sërish në mikser derisa masa të jetë e njëtrajtshme. Më pas e hidhni në një gotë dhe e konsumoni menjëherë. Mund ta pini çdo ditë herët në mëngjes ose edhe gjatë ditës për të marrë përfitimet e saj ushqyese edhe për të lehtësuar kështu organizmin tuaj. Përfshirja e hurmave të arabisë në dietën tuaj mund të jetë një ide shumë e mirë në mbajtjen larg të një sër komplikacioneve. Ajo mund të ofrojë nivele shumë të mira të fibrave. Një racion me 100 gram hurma të freskëta ofron 6.7 gram fibër. Kjo përbën 25% të sasisë së këshilluar ditore të fibrës, e cila është e domosdoshme për një sër funksionesh të organizmit. Hurma që është thelbësore për sistemin e mirë të tretjes, sepse arrin të orientojë ujin aty ku trupi ka më shumë nevojë në aparatin tretës. Kjo teknikë ndihmon organizmin të shmangë edhe konstipacionin. Pasuron dietën tuaj me minerale.
Hurmat e freskëta përmbajnë shumë minerale thelbësore, ato plotësohen nga 14 deri në 20% të dozës së këshilluar ditore të bakrit, manganit, magnezit dhe kaliumit. Kaliumi që gjendet te hurmat ulë riskun e goditjeve në tru. Për më tepër, nëse përfshini hurma në dietën tuaj, do të ulni nivelin e kolesterolit të keq. Kolesteroli i keq akumulohet në muret e enëve të gjakut dhe i bllokon ato, duke rrezikuar ndjeshëm edhe shëndetin e zemrës. Hurmat janë të mira dhe për hidratim. Hurmat e freskëta janë shumë hidratuese ndryshe nga varietetet e thata. Nëse keni etje ose vëreni shenja të pashpjegueshme, atëherë mund t'i shtoni në dietën tuaj. Për sa kohë nuk e teproni me konsumin e tyre, vlerat e tyre për organizmin do të jenë mbreslënse. Hurmat arabis janë një ushqim ideal për të përmirësuar energjinë dhe funksionin e trurit. Ato janë një burim shumë i mirë i elementëve të vitaminës A dhe B. Gjithashtu janë të pasura me minerale të tilla si ekuri, kalciumi, mangani, bakri dhe kaliumi. Hurmat arabis ndihmojnë në ndërtimin e kockave dhe rritjen e forcës muskulare. Për këtë arsye janë përdorur për mijëra vite nga atletët për të përmirësuar aftësinë fizike, mbrehtësinë dhe qëndrueshmërinë. Hurmat arabis përmbajnë veti antiinflamatore dhe antiinfektive të cilat e bëjnë atë një ushqim të shkëlqyer për ata që vuajnë nga infeksione kronike dhe çrregullimet autoimune. Ato ndihmojnë gjithashtu në kontrollin e punës së zemrës dhe presionit të gjakut. Gjithashtu ofrojnë mbrojtje kundër goditjeve dhe sëmundjeve të ndryshme koronare në zemër. Hurmat arabis përmbajnë edhe fibër që lehtëson tretjen, e cila ndihmon në parandalimin e acarimeve të zorrës së trashë, problemeve të prostatës, mushkrive dhe problemeve të gjirit. Hurmat janë një element shumë i mirë ushqyes për sa kohë konsumohen me maturi, ato do t'japin lëndë të pasura për organizmin. Gjëja e parë që ju vjen ndërmend është se hurmat arabe kanë disa përfitime të mëdha ushqyese. Ju nuk do të keni nevojë t'i merrni të gjitha vitaminat kur konsumoni të paktën 3 hurma në ditë. Ato përmbajnë bakër, kalium, fibra, mangan, vitamina B6 dhe magnez. Hurmat arabis janë një ushqim i mirë për tretjen e ushqimit. Nëse keni probleme me zorrin e irrituar, kapslëkun ose probleme të tjera të tretjes së ushqimit, hurmat arabe mund t'ju ndihmojnë edhe në këtë aspekt. Pjesë e saj janë fibrat që përmbajnë edhe kanë treguar se reduktojnë problemet e zorrës së trashë më shumë. Hurmat arabis janë të rekomanduar edhe për trajtimin e hemoroideve. Hurmat arabis lehtësojnë edhe dhimbjet, sepse hurmat kanë gjithashtu nivele shumë të mira të magnezit, i cili është një antiinflamator dhe mund të punojë për të lehtësuar dhimbjet dhe për të ndihmuar kundër entjeve. Studimet kanë treguar se magnezi te hurmat arabe mund të ndihmojë në uljen e inflamacionit arterial dhe të ulë riskun për sëmundje të zemrës, si dhe një mikpritje të inflamacioneve siç është Alzheimeri, artritje të tjera. Hurmat arabe janë të mira gjithashtu edhe për tensionin e lartë të goditjet në zemër. Magnezi që ndodhet te hurmat arabis gjithashtu është i dobishëm kur është fjala për uljen e presionit të gjakut. Shumë njerëz janë me ilaçe për presionin e gjakut, por edhe ngrënia e këtij fruti e bën të panevojshme. Ekspertët tregojnë se hurmat janë të dobishme sepse ndihmojnë në punën e zemrës si dhe ul presionin e gjakut gjithashtu, por kjo nuk do të thotë se ju duhet të hiqni dorë nga medikamentet. Përveç kësaj janë bërë kërkime për të përcaktuar nëse hurmat arabe kanë ndonjë ndikim të goditjeve të zemrës. Në fakt, ka pasur rreth 7 studime që provojnë se magnezi zvogëlon riskun e goditjeve në zemër rreth 10% për çdo 100 mg magnez që ju hani në bazën ditore. Ulëntimi është publikuar në gazetën amerikane Clinical Nutrition dhe tregon qartë se hurmat arabis ulin riskun e goditjeve në zemër falë elementëve të magnezit që ato i përmbajnë me shumicë. E pasur edhe me element ushqyes, ato bën që truri të punojë në mënyrë më efektive. Kërkimet e bëra në këtë aspekt lidhin edhe shëndetin e trurit me konsumin e këtij fruti. Falë vitaminës B6 në sistemin tuaj, truri juaj në fakt do të punojë më mirë. Kjo do të thotë se do të përqendroheni më mirë, do të keni memorie më të saktë dhe do të thithni informacionet në mënyrë më të shpejtë. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.